laboratorike. Ti po i rrezikon jetën atit. Ti kur ke pacient të shtruar, ty nuk bën dot ndjekën dinamike të pacientit. Nuk shikon se si po vazhdon trajtimi i pacientit. Ti ke problem me rimbursimin e ilaçeve, sepse ke sëmurë kronik që ka nevojë të marrin mjekimin e rimbursueshëm, nuk kanë mundësi ta blejnë, dhe kryesisht tu e goditet mjeku i familjes me gjoba shumë të rënda, në qoftë se ai jep rimbursimin pacientit pa marrë analizat. Po analizat i kemi deri në datë 20, nuk i kemi më pas. Dhe këtu rrezikohet jeta e pacientëve, ose përkeqësohet gjendja e tij. Kemi probleme edhe me protokollet ose me studimet e rasteve, sepse nuk e bën dot ndjekjen e sëmundjes në vazhdimsi. Kalojmë pastaj problem tjetër që unë kur e kam diskutuar me mikeshën time që është në Gjermani, ka qenë studente ekselente këtu, sepse Rama tha nuk ka problem që na ikim mjek, por na ikim mjekët më të mirë. Kur vijnë këta nga Gjermania, nga Italia, marrin ajkën. Vinë interesojnë kush më i mirë është Iliri. Po, Iliri t'i jap një kontratë të mirë, ta marrim. Dhe problemi tjetër është që mjekët ose studentët më pak kualifikuar po futen në sistemi shëndetësor derisa ata të largohen jashtë. Dhe këtu është një problem. Janë me qindra miliona euro investime të taksapaguesve shqiptar për një shëndetësi më të mirë që pa përkeqësohet. Dhe kryeministri këtu s'ka pas as siklet. Siç e thotë kemi infantilitet